Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se qeveria duhet të sqarojë marrëveshjet me Serbinë me që ato po nxisin më dyshje. Ai tha se çështja e veriut të Kosovës nuk mund të zgjidhet pa trysninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian mbi Serbinë, e cila synon të mbajë peng Kosovën nëpërmjet veriut të saj. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë, Besim Abazi, zoti Mustafa i tha se reforma kushtetuese varet nga respektimi i marrëveshjes që solli në krye të vendit presidenten Atifete Jajaga. Zoti Mustafa, Kosova po e përmbyll vitin duke qenë e përfshirë në një proces të bisedimeve me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve brendërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si vlerësoni rrjedhjen e deri tashme të këtyre bisedimeve ju? Po ne nuk kemi, themi, shumë lëvizje gjatë këtyre bisedimeve. Kryesisht është biseduar për marrëveshje teknike, të cilat janë arritur gjatë periudhës kaluar kohore. Praktikisht nuk ka ndodhur ndonjë gjë gjatë kësaj periudhe, e cila do të fliste se çfarë do të jetë përmbajtja e këtyre bisedimeve. Unë mund të them se do të ne kemi pas informata nga kryeministri pas kthimit të tij lidhur me atë çfarë është biseduar atje. Mirë, po kjo çfarë po del tani në opinion, themi nga goja e pjesëmarrësve të Serbisë në bisedime dhe ajo çfarë është thënë nga kryeministri, del se nuk ka përputhshmëri të fortë, prandaj edhe mund të ketë, themi, dilema edhe në opinion edhe tek ne se çfarë vërtet janë marrëveshjet përfundimtare, qoftë edhe marrëveshja për menaxhimin e kufive, sepse deklaratat ndryshe kanë qenë kryeministrit, ndalin tash ekipet punuese dhe thonë që ne kemi dhënë afat të importeve të madrave pa dogan. Shtrohet pyetja kush ka autorizuar që ta bëjë atje, sepse përderisa janë ligjet në fuqi, përderisa është kushtetuta në fuqi, ne konsiderojmë se ai duhet të zbatohet. Nëse do të ndryshojë diçka, ajo duhet të ndryshojë përmes Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse Kuvendi ka pru ligjet, Kuvendi mund të ndryshojë ligjet dhe nuk janë individët ata të cilët mund të bëjnë lëshime, qofshin nga ato lëshime, si thonë të një mirë kuptimi të përkohshëm, sepse ligjet nuk zbatohen me mirë kuptim, por zbatohen me konsekvencë. Prandaj në këtë aspekt unë mendoj se ne duhet të kërkojmë që të bëhen korrigjime, në mënyrë që të dihet qartë se çfarë po bisedohet atje dhe cilat janë marrëveshjet, që informatat në kuvend të jenë informatat shkruara, prapa cilave qëndron qoftë kryeministri, qoftë ekipet cilat e zhvillojnë dialogun me Serbinë, në mënyrë që pastaj kuvendit mos ketë probleme, ose të mos ketë dymendësi në kuvend lidhur me përkrahjen apo mos përkrahjen e rezultateve të këtyre bisedimeve. Mustafa, a besoni në këtë normalizim marrëdhënies ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Pra, a besoni dhe si e shihni përfundimin e mundshëm të këtyre bisedimeve? Tash me qenë se jemi futur në një proces, ne gjithë duhet të besojmë atij procesit. Përvojat nga kaluara flet se ne vështirë që mund të arrijmë me Serbinë të merremi vesh. Edhe unë dyshoj që është e mundur që themi të arrijmë në një marrëveshje, themi në këtë përbërje me Serbinë. Marrëveshja mund të arrihet vetëm me një trysni shumë të madhe të faktorit ndërkombëtar, në rand parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe të komunitetit evropian. Ndryshe Serbia nuk respekton asgjë. Ajo që s'respekton asgjë po shihet tash edhe prej dokumentit që ata kanë nxjerrë para 2 ditësh si platformë për Kosovën, ku kthehen ata në periudhën e kaluar, do të thotë në periudhën e para luftës, do dëshirojnë të imponojnë tani një organizim dhe një sistem Kosovë pas një skurpull. Punë tjetër është dëshirë e tyre, do të thotë është një intent që ata të involvohen edhe që të përzihen punët e brendshme të Kosovës, që të imponojnë një zgjidhje ose që ne do ta pranojmë në asnjë rast. Dhe vetë u pritet që të jetë pjesa tjetër e vështirë këtyre bisedimeve që do të vazhdojnë në muajin janar. Duke patur parasysh specifikat, veçantitë e asaj pjese të Kosovës, si është në përfundim në këtij procesi? Po unë mendoj se zgjidhja e këtij problemi në rand parë është e lidhur me krimin e mirëbesimit në mes institucioneve të Republikës Kosovës dhe popullatës sërbe që jeton në veri të vendit. Ajo është më me rëndësi se sa që ne atë problem të zgjidhim me Serbinë. Sa e përket Serbisë, ne problemin nuk mund të zgjidhim me bisedime, sepse në asnjë moment nuk do të pajtohen që të tërheqin mbi 2000 trupa atje që kanë, të qoftë Ministrisë Punëve të Brendshme, të qoftë shërbimeve të tyre informative, të qoftë trupave të tjerë që mbajnë në formë legale atje, por ilegale për ne në pjesën e veriut të vendit, në qoftë se ata nuk e kanë një trysni të Bashkimit Evropian dhe një trysni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata nuk e bëjnë atë në bazë të një,
themi dëshira ose në bazë një vullneti demokratik dhe një vullneti të mirëbesimit dhe të marrëdhënieve të mira fëqinësore me Kosovën, sepse po ta kishin mendën me bate atë, as na kishin kriju edhe këtë situatë në verit vendit. Zë Mustafa, po këthem pak detyrave të shtëpisë, nëse mund të shprehim si çështjeve të brendshme. Kosova po përmbyll vitin edhe pa përfunduar reformën e vet kushtetuese dhe zgjedhore. Ku ka ngecur procesi në fakt? Procesi sa i përket reformës kushtetuese ka ngecur aty ku ka qenë. Marrëveshja nuk është zbatuar nga Partia Demokratike. Nuk kanë tregu vullnet që zbatohet to thirrë në vendim gjykatës kushtetuese, mirë po vendimi i gjykatës kushtetuese nuk e pengon që marrëveshja të zbatohet, sepse ka mundësi të tjera, sepse me marrëveshje nuk është përcaktuar se do të shkojmë në zgjedhje përmes amandamentit 10 ose përmes shkurtimit me kushtetut mandatit presidentit ose presidentes, apo do të shkojnë forma tjera, vetëm sa është thonë që mandati i presidentit zgjatë 6 muaj pasi që të bëhet ndryshimi i kushtetutës, i cili do të zgjatë mes 6 dhe 9 muajve. Do të thotë ajo çështje ka mbet aty. Ne nuk kemi asnjë arsye si Lidhje Demokratike që ne të votojmë ndryshimet kushtetuese, të cilat nuk janë në harmoni me marrëveshjen që ne kemi arrit, sepse përmes kësaj ne tregojmë se nuk jemi konsekvent në marrëveshje dhe përmes kësaj ne praktikisht u japim fuqi atyre që nuk respektojnë marrëveshje. Unë mendoj se është edhe në vullnetin dhe në detyrën e Partisë Demokratike, por edhe në vullnetin e Presidentes Republikës Kosovës që të bëjmë lëvizje në mënyrë që të krijojnë mundësi që të shkojmë në aprovimin e ndryshimeve kushtetuese, por me kusht që zgjedhjet do të shpallen 6 muaj pasi që ose brenda 6 muajve pasi që të bëhen ndryshimet kushtetuese, dhe pastaj qofse vlerësohet se presidenti atanishme po bën punën mirë, ka përkrahje në brendshme, përkrahje ndërkombëtare, ai do të ishte një kandidat e cila do të kandidojë, do të kemë edhe kandidat tjerë, dhe për neve ai që fiton votën e qytetarëve të Republikës Kosovës, ai do të jetë presidenti më i mirë i këtij vendi. Hipotetikisht, nëse presidenti Jaga vendos të dëgjojë kërkesën tuaj dhe të paraqesë dorëheqjen e saj, a nuk është kjo hapje e një krize të re institucionale, me që nuk kemi ndryshimet kushtetuese, nuk kemi përgatitje për zgjedhje të reja? Ne nuk do të hyjmë në asnjë krizë, por arsye se do të shpallen në mënyrë të rregullt zgjedhjet për president. Do të hyjmë në mënyrë të rregullt të zhvillojmë fushatën për president, do të zgjidhet presidenti në mënyrë të rregullt ashtu si jemi marrë vesh me votën e drejtë për drejtë të qytetarëve, derisa të zgjidhet presidenti atanishme me një vendim të kuvendit ose sipas mandatit që i takon, do ta kryente detyrën e presidentes, dhe ne shohim asnjë nevojë që të kemi një vakum ose krizë institucionale. Është çështja vetëm e një marrëveshje që ne të hyjmë një procesi që ne çojmë bashkërisht deri në fund. Zoti Mustafa, faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit.